zgjedhjeve. E kuptova. Dhe kjo nuk se për të mund tjetë, le të themi, pra po them, mund tjetë dhjetori në bazë të afateve që kemi nga koha ku jemi, dhe mund kemi tash afër 20 e sa ditë të nëntorit, plus 2 javë të dhjetorit janë të mjaftueshme që eventualisht java para se 2 të dhjetorit tjetë datë zgjedhjesh. Kjo normalisht nuk pres që Zonja Osmani ta shpërndaj kuvendin me njëherë, sepse siç e dini qëllimi është paktën Zonja Osmani tha ditë që në rast se partitë politike nuk pajtohen, atëherë mund të jetë ajo që do t'i dërgoj si nisma legislative çështjen e buxhetit shtesë, jo buxhetit të ri, por buxhetit shtesë, por rishikimit të buxhetit në mënyrë që mos kemi probleme me çështjen e pagave dhe të tjerave në administratën civile dhe eventualisht çështjen e planit të rritjes, pra duke pas parasysh se sipas saj neni 79 i kushtetutës ja garanton të drejtën që në rast se partitë, kuvendi, le të themi deputetët, grupe parlamentare nuk arrin një dakordim, atëherë i takon edhe asaj që të dërgoj nisma ligjore në kuvend në mënyrë që të kalohen në rast se ato janë me interes të madh, le të themi për vendin. Kështu që nuk besoj që do të ketë shpërndarje, le të themi me njëhershme të kuvendit, sepse unë kam përshtypjen që Zonja Osmani do të tentoj që këto dy çështje ti shtyj përpara, që ky parlament që tashmë të paktën vazhdon të jetë funksional, sepse s'kemi ende një vendim nga gjykata kushtetuese sa i përket lëndës që është dërguar nga lista serbe, atëherë të paktën të kaloj këto dy çështje që janë me rëndësi, sipas Zonjës Osmani edhe me pas eventualisht edhe të vi me vendimin që të shpërndaj kuvendin. Kështu që kjo gjë pastaj mund t'i marrë një 2 javë eventualisht, varësisht se sa do të jetë në gjendje ti sistemoj gjithë to dhe ta po them hapësirën ligjore dhe çdo gjë që asaj duhet për ta bërë një gjë të tillë, normalisht duhet gjejë një lloj dakordime të gjitha partitë për ta bërë një gjë të tillë, sepse duhen vota për të votuar që të dy rastet. Dhe me pas besoj që do të shpërndahet kuvendi dhe pjesa tjetër pastaj është e thjeshtë Esmeralda, sepse më të vërtet nuk është se kemi shumë alternativa, pra 7 dhjetori se 14 dhjetori janë datat cilat duhet patjetër të vendoset nëse le të themi dakordohen që zgjedhjet ketë në këtë kohë, sepse afatet kohore kushtetuese janë të tilla që nuk lejojnë, le të themi nuk ka shumë alternativa. Janë këto 2 data që brenda këtyre afateve që ne jemi i mund t'i zëmë që t'jenë data në rregull për të mbajtur zgjedhjet jashtëzakonshme. E kuptoj. Mirë, ndërkohë sot Kosova është në fushat elektorale për balotazhin e 9 nëntorit. Gjatë këtyre ditëve të fundit kemi parë shumë koalicione, po them për bashkitë e mëdha, apo komunat, siç i thoni ju, komunat kryesore. Kush po shkon në koalicion me kë në këto zgjedhje, duke u ndalur tek kryesoret, Prishtinë, Mitrovic, Prizren, Gjakov, Pej. Them drejtën, Esmeralda, kemi pas, domethënë, koalicionet e papritura gjithandej. Domethënë, kemi pas bashkim të vetëvendosjes me aleancën, për te i gjuhës e ashpër që kam pas liderët ndoshta ndaj njëri tjetrit në disa komuna. Pastaj kemi pas edhe bashkim të po ashtu PDK-s, LDK-s, AK-s, kundër vetëvendosjes, ta zëm si që rastin e Prizren. Në Gjilan pastaj janë paksa të ndarë, një pjesë e PDK-s mbështet kandidatin e LDK-s, një pjesë kam përshtypjen që do të ndihmoj vetëvendosjen. Në Gjakov po ashtu zoti Gjini vetë se ka marrë mbështetjen e partive tjera pra LDK-s dhe PDK-s kundër vetëvendosjes, edhe pse ndoshta ajo gara më interesante vazhdon të mbetet në Mitrovic, ku garon, le të themi, PDK dhe vetëvendosje, por që ka një dallim të vogël, dhe po ashtu, le të themi, roli i partive të tjera nuk është edhe aq i madh, le të themi, është dallimi edhe mund bëhet normalisht sepse bëhet fjalë për eventualisht 1000 vota ose diçka e tillë, por që në anën tjetër pastaj dalja, përqindja e daljes, sa do të jenë në gjendje të mobilizojnë, po them, njerëzit këto parti tjera, siç është LDK-ja dhe AK-ja, realisht do të vendosin pak a shumë se kush do të jetë fituesi. Peja po ashtu mund të jetë interesant, pavarësisht që u prit se mund të ketë një bashkim
mes vetëvendosjes së AK-s dhe partive tjera këtu PDK dhe të tjera kundër Lidhjes Demokratike të Kosovës, një gjë e tillë paktën zyrtarisht nuk ka ndodhur. Kështu që mbetet të shihet se sa do të arrijë LDK-ja ta ruajë pejen, ose nëse eventualisht këto marrëveshje që kanë ndodhur, siç është në Jonik, në Fushë Kosovë, në disa vende tjera ku kemi pas pra dhe bashkimin e AK-s me vetëvendosjen, nuk përjashtohet që kjo të ndodhë ndoshta në mënyrë të heshtur edhe në pej. Kështu që është goxha interesante Esmeralda nëse krahasojmë relacionet që kanë partitë në qendër, gjuha e liderëve të tyre karshi njëri tjetrit, që shpeshherë din të jetë më shumë se sa që duhet e ashpër, dhe ndërkohë që kemi këto bashkëpunime interesante nëpër komuna, që në parim në shumicën e rasteve ata i arsyetojnë me idenë se janë deget ato që vendosin e të tjera, por që normalisht nuk është edhe aq e besueshme një gjë e tillë. Por ajo çfarë mund të them, Esmeralda, se këto bashkëpunime nëpër komuna, që ndoshta më herët edhe nuk është se janë parë shumë të, le të themi, nuk është se kanë pasur ndonjë efekt se çfarë do të shohim në aspektin e asaj se çfarë ndodh në qendër, por një gjë e tillë mund ta them lirisht që po shifet që ka një lloj zbutje pastaj edhe tek partitë. Pra, kjo deri diku mund të them lirisht që hap disa rrugë të mundshme normalisht, s'po e them me ndonjë siguri të madhe, por hap disa rrugë të mundshme që nëse do të kemi zgjedhje eventualisht në dhjetor, atëherë duke pas parasysh se prap e thash edhe më herët që gjasat për të krijuar një qeveri edhe në dhjetor, prap do të nevojiten koalicione mes partive, sepse nuk ka parti që do t'i marrë shumicën, paktën kjo është bindja ime. Atëherë këto, le të themi, bashkëpunime lokale janë një lloj, le të themi, kështu elementi që lën të pritet se mund kemi edhe bashkëpunime të njëjta edhe në qendër. Kështu që deri diku po i shoh pozitive Esmeralda, sepse pra po them, nëse kemi parasysh si janë numrat sot dhe eventualisht çfarë mund ndjen pas një muaji, gjasat për pas dallim të madh dhe numra janë të vogla. Mund të ketë eventualisht rritje rënje të vogla të gjitha partive, por që parim konstelacioni nuk ndryshon dhe kjo prap do të na sillte në një situatë që jemi sot, pra që na çon drejt asaj që duhet patjetër të ketë një koalicion pak më të madh në mënyrë që të ketë numra të mjaftueshme për të krijuar qeverinë. Kështu që kam përshtypjen që këto koalicionet disa interesante, disa të papritshme, janë një lloj elementi që lën të nënkuptohet që edhe në zgjedhjet nacionale mund kemi pastaj bashkëpunime të tilla, që pak a shumë kam përshtypjen se e kanë zbutur situatën edhe tek selit kryesore të partive. E kuptoj. Faleminderit shumë, Kosovë.